Besimtarët katolik në Gjakov ka nisur kremtimet të martës së parë të shëndohet, një nga devocionet më të rëndësishme fetare në traditën katolike. Në kishën katolike, një numër i madh besimtarësh morën pjesë në meshën solemne, duke u bashkuar në lutje dhe përkushtim shpirtëror. Famulljtari i kësaj kishe, Pater Aleksandër Tanushi, i u drejtua të pranishmeve me mesazhe besimi dhe reflektimi, duke theksuar rëndësinë e lutjes. Themi lutjen e nderë të shnanot në fillim kësaj meshe, për mja paraqit lutje tona ndërmjetësisë shenjtit shnanu. O i lumi e mrekullueshëm i shenjtit shnanu, gjithë bota dëshmon madhërinë tënde, mëdhenjën e vegjël, pleqë të rit, pasur e të varfër. Të gjithë i tregojnë hiret e shumta e të mrekullueshme që i kanë fituar prej Zotit nëpërmjet lutjeve tua. E kushtet që lehen përpara figurës sate, si nderim gallënimi, dhuratat që rrethojnë dhe stolisin altarin tënd, as se bëjnë dëshmi pushtetin tënd, e fuqinë e lutjeve të tua para të lartit Zot. Meshën solemne e udhëhoqi Pater Gazmentinaj, rektori i kishës franciskane në Shkodër. Zoti thot qohu, që do thot rinë gjallu. Krisht nuk hyrë me i thonë aty, po mirë, po sajtë se po të një mojën, apo diçka jo. I thot qohu, as për këtë vetë, a do me shëru. Kur vjetë Zotin e jetën tonë, vazën e motra, dërbynë fort. Për çka? Nuk e dhënon jetën e njeriu, por Zotit e dënë fort. Zotit tonë ashtu si je. As nuk e thot, edhe se ma honi, i thot një shprehje ndryshme, por nuk e thot pse je kështu, çka ke ba, si, qysh, tek. Jo, Zotin ndërhyn në jetën e tij, edhe ndërhyn fort vllazën e motra. I thot atij besimtarit, atij njeriu qohu, të thot ty qohu, i thot kishës qohu, bashkësinë tonë rregulltare, motra, prete, kush do të qoftë meshtare, qohu, mos jetë parazit në shtrojën tale, në rahatinë e përditshme të jetës. Ndërkohë, ky vit ka një rëndësi të veçantë për komunitetin katolik, pasi është shpallur viti jubilar franciskan me rastin e 800 vjetorit të vdekjes së Shën Franceskut. Ky jubilej i madh i shpallur nga Papa Leoni ka nisur me 10 janar 2026 dhe do të përfundojë me 10 janar 2027.